Një tjetër ndërtim pa leje është shembur ditën e sotme në Shkodër. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër ka ndërhyrë për prishjen një ndërtimi pa leje në zonën turistike të Shirokës. 10 forca policie të bashkisë ishin në mbështetje të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në këtë aksion për prishjen e këtij objekti, i cili kishte funksionuar si restorant në këtë zonë. Ndërsa nuk pati kundërshtime nga familjarët për prishjen e këtij objekti që funksiononte pa letra pronësie, megjithëse prej vitesh ende i dyreve të aloiznit për nxjerrjen e certifikatës së pronësisë, por që nuk ishte aprovuar. Kjo ndërhyrje është pjesë e investimit për rikualifikimin e bregut të liçenit të Shkodrës, krahas rekonstruksionit të rrugës, po ndërhyjet edhe për prishjen e objekteve pa leje të vendosura në breg të liçenit.